Albian Ganixhaka, kapiteni I Zvicrës, ka deklaruar ditë më parë që ti dhe Abdullahu, dy ardhjet, nuk keni qenë të dorueshëm për ta apritur Zvicrën, apo për të qenë titullar të skuadrës Zvicrës. Cili është komenti juaj për këtë deklaratë të Zgjakës? Besoj si Leon edhe unë e kemi marrë vendimin para një kohë, e kemi marrë vendimin për Kosovën, edhe që shkom thonë edhe ma herët, na kemi vendosur me njerëz më të afërsh, me ata kemi biseduar për vendimin tonë, edhe në fund çka thojnë tjerët, e kanë ata menimin e tina, janë menimet e tyre, por që unë jam në rregull çka ka thonë Graniti, ajo është menimi tina, që kemi thonë ose që thamë unë gjithë, respekt nga tina, nga karriera tina, edhe veç suksese. Frage für Albian. Beim letzten Spiel gegen die Schweiz warst du noch auf der Tribüne. Jetzt ist es dein erstes Spiel gegen die Schweiz, wo du ja aufgewachsen bist. Was ist das für ein Gefühl für dich, dieses Spiel? Normal, kjo lojë është për mu shumë speciale, me shumë emocione, normal. Kisha desh normal mas mirë të me pas këto finalin për vendin e parë, po mundësijat janë hale, që është matematika, është hale mundësia me arrit, po praktika është pak ma vështirë, amo është një ndeshje për mu shumë special, se apet familja ketë këto janë, loja për Kosovën nuk ka hecë mirë, ta është për mu, ose për këtë ekipën e të tyra, këtë lojën e fundit, me përfundu me një performance mirë edhe me një rezultat mirë. Frage Albian, du hast gesagt, ihr habt Geschichte geschrieben. Wenn es normal läuft, wird die Schweiz wahrscheinlich Gruppenerster, sprich ihr habt beide was zu feiern. Kannst du ein paar Feiertipps geben, wo man in Pristina schön feiern kann, und wie werdet ihr die Playoffs feiern? Po, besoj se kemi shkru histori, besoj se ka më po për nesër vështirë, për më kvalifiku direkt në botëror. Pa për të thaj që Shqip, pyetja ke ku mund me festua si na si Zvicra. Unë me ju kallëzu drejtën se si më dollë rallë ose hale heq, për që ata unë jam njeri I gabushëm, qka vetë një, ku është mas mirë të me festua, amo besoj se ku hec muzika aty nuk është keq. Një pyetje për Albianin. Albian, që momenti kur vendose me zgjidh Kosovën para Zvicrës, kemi pa media zvistrane janë kanë atje shumë kritike ndaj federatës, e kanë cilësuar si fitues të Kosovës, apo na tregon pak a shumë që procesin derisa vendose, se kanë qenë në kontakte me federatën e Zvicrës, sa është e vështirë, a kishte oferta, çfarë përmendoj si shkoi ky procesi I zgjedhjes së Kosovës para tyre. Besoj se kom dhënë boll intervista për këtë pyetje, fokusi është për nesër edhe çaq. Besoj se secili lojtar ka pas vendimin ose menimin e vet për çka u kon për Kosovën ose kundër Kosovës, ata që kanë ose jo kanë marrë vendimin për Kosovën, na I bashkojmë ata që se kanë marrë vendimin për Kosovën, unë ju uroj gjithë veç suksesin, shëndetën edhe veç mirat. Pyetje për Albianin. Albian, sa është e rëndësishme që ekipi të shënoj fitore nesër, pavarësisht faktit se nëse a mundi të shënoj fitore të tella apo jo, dhe çfarë do të thotë për Kosovën të përfundojë me pikë barabarta me Zvicrën në këtë grup, po ashtu kjo do të jetë ndeshja jote e parë kundër Zvicrës dhe si e pret ti këtë ndeshje? Besoj se çdo lojë është e rëndësishme se çdo tjera, edhe normal ne kemi në momentalisht një seri shumë të mirë me Zvicrën që hopëm lojën e parë, por në që gjithat kemi fitu, kemi marrë një pikë, por ashtu na lojën kundër Zvicrës vaj maksimumin, himin maksimum, edhe himin për me lutë me fitua për 3 pikë, se na lojën e fundit shkruajtëm histori, po na do me edhe nashtë edhe me pikë me shkru histori, me arrit maksimumin e pikav, edhe që thash ma herët na shkojmë për 3 pikë. Besoj si lidhja mrena Zvicrë e Kosovë është gjithë mirë, se besoj edhe për folje tash nga unë në sportit, shqiptarët kanë Kosova që na kanë përshtet, ose që na kanë
e kanë kallëzu onën e Kosovës si me Federon, për shembull si një Granit Xhaka, Gjerdan Shoqiri, Volon Berami, këta ketë lojtarët që kanë bërë normal gjithë, kanë folë gjithë llafet e mira për Kosovën, e kanë prezantuar Kosovën gjithë mirë, edhe çka kanë pas një tjetër kombëtare, por që si besoj si është lidhja shumë afër se edhe kemi edhe shumë jashtë që jetojnë në Zvicër, por që ata është lidhja e afër që thash edhe shumë speciale.